Do bëj dhe një byrek, më në fund kejkë nuk do bëj, se nuk kam gjallë. Edhe këtu të djelave në Greqi, supermarketet janë të mbyllur, ka ndo një mini market të hapur, po tani oreks tjetër nuk kisha. Hodha po thua 1 kile miell, se kisha hedhur dhe gjysmë tjetër, në fakt shumë hodha. Shumë hodha, që duaj gjithë këtë. Nëjse lere, do bëj edhe, do t'a bëj dhe me djathë, kështu dredhanik. Me djatha, në thotiro quhet në greqisht, nuk është giza, është, se giza këtu quhet mixithra, por është një djathë shumë i mirë i lehtë, pa shumë kripe dhe më pëlqen shumë, në thotiro. Tani e të brumin. Unë do t'i hedh edhe pak maja brenda, se bëhet kështu me but, me shkripët, për juve që më pyesni pse i hedh maja. Që kështu maja, një vezë, pak vaj dhe ujë të ngrohtë, këto. Po thoshja, i hodha ja dhe një vezë, i hodha pak kripë, maja, pak vaj, një vezë, mjaft është, edhe tani do t'i hedh edhe ujë të vakët. Që si i ngrohtë në fakt, po s'ka gjë, do vi më shpejt si që themi, edhe që shtu do të bëj, do t'a punoj më shpejt. Do t'a bëj me djath, me anthotiro, edhe si që po thoshja, dhe me salqiqe. Do t'a shikoni, do t'a bëj dhe me salqiqe, se djalit i pëlqen shumë me salqiqe dhe vëllait i pëlqen. Edhe mua më pëlqen me salqiqe, them të vërtetën, por nuk janë dhe aq të shëndetshme të shkretat, po hajde, njerë në një kohë që blej unë. Ja, do t'a mbrojmë tani brumin. Kaq. More hesë, s'më le të bëj një video, po i këm gjitoni me makine, po bën zhurmë. Ç'po u thoshja, kaq kosa kam pa bërë byrek, harova se si bëhet. Ja dhe brumi është gati, e ndava në copa të vogla, pra kështu topa, si që themi, e leva pak me vaj përmbi të, dhe tani do t'a lë pak të çlodhet, derisa ta ha unë mëngjesin, ta lë këtu në anë, që është edhe kaloriferi, edhe është ngrohtë, po s'ka gjë se prapë është u bë shumë i butë, edhe çdo ha unë tani për mëngjes. To agap meno mu, si që themi dhe neve, të preferuarën time. Avokado, edhe vezë. Tek avokadoa kam hedhur brenda piper, kripë edhe shumë limon, edhe është bërë perfekte. Edhe i pres edhe vezën për mbi të 2 vezë të zjera. Tani janë qiksi shumë, po më kam marrurja, vdiqja, se kam që nga dje pa ngrënë. Djathin që përdor unë për byrekë, si që thash përdor anthotiro. Një 2 herë përzejve me feta, por tani ta përzej, jo nuk dua ta përzej se do dali shumë edhe pastaja dua të më ngere një 2 pet për vulkanika. Ja dhe djathi. Shikoni sa i butë është. Ngjarë si giza, por u thash nuk është gizë, se giza këtu quhet mixithra, që kështu kur doni këtë djathin që përdor unë, do ta kërkoni anthotiro, edhe kur doni për gizë do kërkoni mixithra. Do t'i hedh edhe 2 vezë brenda. Krip në fakt ka, nuk o t'i hedhë, mirë është. Do t'i hedh edhe 2 vezët, në fakt i hodha edhe pak kripë, që është e vërteta, se thash hajde, ta shkeli pak të ketë një qikë, se dhe ashtu si ku nuk ka shije, pak kripë fare. Një sekundë. Edhe, ta trazojmë, më shumë vezë, ja, nuk i hedhë se na bjerë, edhe vëllai, sidomos nuk i ha fare vezët, i vjen nuk i vjen mirë, nejse tani, nuk i ha vezët. Ka vite që si vënëgoj, po kur janë të gatuara kështu brenda në për gjëlla, nuk i kuptonë. Ja, është gati, ta prazojmë më mirë, ta lëmë më njanë, edhe të fillojmë dredhanikën tonë. Ca nga juve e quani në ca zonë të Shqipërisë, e quani rrethanik. Neve, dredhanik. Ja. Fillojmë me petën e parë, edhe pastaj shumë e bëjmë në vijim. Në vijim apo në vazhdim. Nuk e di se si quhet, nejse. Ka rëndësi ka.
si sinehja të programatosmes. Kështu po. Ja të shikojmë si do hapet brumi. Si mirë duket. Edhe pasaj do të tregoj se si e bëj hetën, si e hap. Edhe në fund pasaj do të tregoj byrekun të gatshëm. Se si të shkupton, nuk marrë do të gjithë byrekun në video. Se do të mërzitet dhe juve jeta duke më parë. Ja dhe byreku është gati, e bëmë drenanikën, ta vutim në furrë, dalë mos vëzhonti. Edhe lash edhe 4 brumra që të ashtu t'i bëj me salcice, do t'va tregoj dhe atë si bëhet. Ja. Ja dhe djalë që nuk i pritet edhe po hap cornflakes. Hajde më tani të tregoj byrekun me salcice, vetëm që dale se harova të marrë thikë, që ta pres. E hapa petën, e pres në mes, në fakt në fillim i hedh vaj, harova, s'ka gjë, i hedhim tani, do gatuhet pak tavolina, por na u bëvon, se pastrojmë, po afroj tani, po e mbaroj byrekun e të dua një kafe që të vinë vete, të çlodhem pak, i horëm vajin, e kthejmë kështu, ja kthejmë anët, edhe pak këtu, dale. Maj se do mbaroj video. Ashtu si, s'ka, mbaroj video. Ja, do të tregoj në vazhdim. Marrim tani salcicën, e vendosim një salcice këtu, edhe një këtu, edhe e mbështjellim me petën. Ja, edhe me që këto janë salcice të mëdha shumë, e bëjmë që kështu që të mbyllet edhe nga anët. Të njëjtën procedurë edhe këtu. Edhe janë gati, është gati byreku me salcice që u pëlqen fëmijëve, ose lukani kopita. Ja. Do më dali në 8 copë se 4-5 kam. Kështu, mjafton, ma harit kjo tepsia. Edhe vazhdoj me petën tjetër, e do të më thanë sa t'i bëjmë, sa t'vi vërdal. Nejse. Vazhdojmë. Byreku është gati. Ta shikojmë. U zbutu do pamuk. Se mulova unë me tepsi edhe i vura dhe këtë robën për mbi të. Pa pas pita si vre? Me thes, si ti? Djallë nuk do përre? Ligo. Ligo? Një qik dashka kjo, s'do shumë. Se po preci të bëjt ajtjet për me salci që ndaj nuk do këtë me djathë. E shpej se do më mbaroj video, ja. Dale. Pash edhe unë. Ta pres. Të dalje bukuro, s'kam pjatë. Sotiri. Nuk duroj do punë. Ja t'ua tregoj se si është pjekur. Ja hengëm, nuk durojmë dot. Është pjekur shumë mirë. Edhe është bërë shumë i butë. Ç'to hash? Shikojeni. Të na bëjmë miro njerëz të dashur të bukur. Ku e kam? Prisni. Tani më lini rehatët, të pi kafenë, edhe nesër shjemi prapën. Do marr një batanie, do shtrem në kanape, do shikoj ditë e natë Netflix,
edhe nesër do zgjohem. Ciao ciao. Kaloni ditë sa më të bukur.